Te bankërsi, mos kam parë në inspektim. Kam 14 vjet aty. Në 14 vjet s'ke parë inspektim? Asnjë inspektimi. Po të kishte sindikata, siç ka Europa, siç ka bota, ndrimi i pushteteve nuk do bëjnë dhe me ndrimin e punonjësve të administratës siç ndodh vetëm në Shqipëri. Pse ndodh në Shqipëri? Sepse nuk ka sindikata. Shtesa e sëmundjeve tumorale dhe respiratore me 1200%. Përshëndetje, sot jemi me Dritan Rapushin, një antar i një prej sindikatave më të ndjera kohëve të fundit që janë dhe nismëtar dhe organizator të një greve të punëtorëve që është bërë e njohur mediatikisht edhe për faktin sepse greve të tyre pati dhe një nismë që përfundoi dhe me grevurie. Mirë se na erdhe Dritan. Nësë gjithë, Elis. Atëherë, unë e di që ju e keni tepër për zemër për të folur në radhë parë për rreth punës. Pra, çfarë mund të më thuash më ti rreth punës? Rreth punës. Ajo që duhet të thënë rreth punës niset me një pyetje, çfarë është puna për shembull? Çfarë rëndësie ka puna në jetën e njeriut? Pra, po ta mendosh njeriu që kur fillon shkollën, ose ndoshta edhe që në kopësht, kur prindrit e tij janë në punë, që në kopësht vetëm që ata të vazhdojnë punën dhe fëmijët jetë diku në duart sigurta. Më pas çojë në shkollë, përgatitet që një ditë vej dhe ai në punë. Kur vete në punë, i gjen vetëm pa përgatitur se çfarë do gjejë në punë, mbase është i njohur nga ana teknike, nga shkollat profesionale, nga shkollat e larta të gjitha këto, por ambienti i punës nuk është i përgatitur askush se si do të jetë. Pra është një surprizë e madhe për të gjithë. Kur shkojnë atje, hecin të gjithë me dashamirësinë që në vendin e punës do jenë si shok shkolle, si shok kopshti kur ka qenë dikur apo shok fëmijërie. Ndërkohë që në punë shifet profiti. Kompaniet të gjithmonë kanë një strukturë që shikon punëtorin si ta shfrytëzojë për të nxjerrë sa më shumë profit. Këtu ai e gjen veten të pambrojtur nga asgjë, është vetëm ai kundra një strukture dhe e cila duhet ta shfrytëzojë. Kjo është puna. Kjo është puna. Në rregull. Pra, dhe me qenë se punëtori është i vetëm përballë kësaj strukture që ka vetëm objektivin që të maksimizojë rendimentin e punëtorit, atëherë lind nevoja e organizimit të sindikatave. Dhe këtu na ndihmo dhe na jep një panoramë çfarë roli ka sindikata. Atëherë roli i sindikatave është me fjalët e përgjithshme është të mbrojë punëtorin, interesat e punëtorit dhe të gjithë punëtorëve në kontrata kolektive. Puna si bëhet kjo, në kushte praktike të prekshme. Punëtori vetëm kundër një strukture nuk ka se edhe një lloj fuqie. Është komplet i pambrojtur. Mund të marrë avokatin, mund të këshillohet, mund të bëj, por prapë përpara një strukture të mirë organizuar që funksionon, është i komplet i pafuqishëm. Ndërsa të gjithë punëtorët, kur organizohen në sindikata, kanë dhe firmosin e kontratën kolektive, atëherë është zëri të gjithëve, për problemin e çdo kujt, është zëri të gjithëve që shkon drejt kompanisë. Pra të gjithë për një dhe një për të gjithë, që është shprehje filmash apo romanesh, këtu bëhet realitet. Askush nuk e gjen veten vetëm kur është në sindikat. Në kushte të tjera, secili është vetëm përpara një strukture. Okay. Unë e kam provuar këtë gjë dhe ju garantoj që kur je i mbrojtur nga sindikata, është komplet një gjë tjetër. Atëherë që të bëjmë pak një qartësi sepse nuk prezantova dhe fushën tënde ku punon. Pra, ti punon në sektorin e naftës, në një prezantim të shkurtër pra, dhe sindikata ku bën pjesë. Atëherë, unë punoj në kompaninë Bankers, Petroleum Albania, që është kompani e nxjerrjes së naftës në Shqipëri, dikur kompani me kulturë kanadeze, pasi ishte kanadeze, tani është kineze. Këtu është duket e diferenca e kulturave dhe nevojat e sindikatave. Punoj aty prej 14 vitesh, dhe gjithmonë ka qenë nevoja për të pas sindikat, por deri tani nuk është realizuar. Në vitet e fundit lindi nevoja emergjente për të krijuar sindikatën me do e mos. E krijuam vjet u firmos kontrata kolektive.
Në janar të këtij vitit u firmos kontrata kolektive. Pra, objektivi parësor i sindikatës është pikërisht kjo. Po, Pra, jo kontratë individuale me punëdhënësin, por kontrata kolektive. Ajo është çfarë e fut sindikatën në njohje me punëdhënësin. Punëdhënësi njeh sindikatën kur lidh kontratën kolektive. Pikat e kontratës kolektive që shënohen janë ato që sindikata do mbrojë. Okej. Pra, në qoftë se një sindikat ka një kontratë kolektive, sido qoftë ajo, atëherë ajo është integruar brenda kësaj kompanie dhe flet në emër të punonjësve për çdo punonjës kundrejt punëdhënësit. Okej, dhe ju çfarë roli keni në sindikat? Jeni antar, jeni drejtues? Unë jam antar i kryesisë sindikatës në rolin e sekretarit të sindikatës. Dhe ju ishit dhe pjesë e grupit të vogël, ishit vetëm antarësia e kryesisë që ishit në arritje dhe ngrevurie? Atëherë është kryesia, te ne është prej 5 vetësh, është dhe këshilli dhe hym 10 vetë në grevurie. Greva e urisë është një lloj forme protestës. Ka shumë forma se si sindikatat protestojnë apo shprehin pakënaqësinë e tyre ndaj kompanisë. Greva e urisë ndoshta është ajo më ekstremja. Po, para se të arrini dhe greva ekstreme, cilat hapat ndoqët juve? Atëherë, unë ndoqën hapat ligjor, por para se të ndiqeshin hapat ligjor për të vajtë drejt grevës, u bën disa tubimet me kërkesat e qarta për ngritjen e pagës, për kushtet më të mira pune, për gjithçka që është tashmë e deklaruar edhe në media dhe para kompanisë. U bën disa tubime, u bë në datën 1 maj tubimi i parë, që ishte tubim edhe simbolik për datën 1 maj, pasi shohim që data 1 maj ka marrë një tendencë tjetër tani. Është harruar qëllimi se si është krijuar, çfarë është data 1 maj. Data 1 maj është kujtimi i luftës së parë që është bërë nga punëdhënësi me punëmarrësin, ku janë djegur disa persona në një fabrikë, ka kushtet e vështira të punës dhe gjitha këto. Kurse tek ne festohet me dreka me... Tani po festohet me dreka sepse nuk e kuptojnë se çfarë është. Është skandaloze, kjo është vërtet. Është mungesë kulture. Është mungesë kulture. Po të pyesësh, tani kam parë se si duket kur interesohesh shumë për një gjë, dalin edhe i vëveshin edhe atyre që dalin ndoshta në rrjetet sociale. Dhe kam parë kohët e fundit çfarë si ka ardhur kuptimi i fjalës bojkot apo sabotim. Shumë pak ja din kuptimin dhe diferencën këtyre fjalëve. Bojkot e sabotim. Po. Na ndryshon tani atë. Bojkot është një lloj kpuce me prej druri, ose ajo që ne i quajmë nallane. Po është në frëngjisht. Punonjësit e disa kompanive tekstile me motorat me avull dikur rreth shekullit kaluar, kur donin të manifestonin pakënaqësi ndaj punëdhënësit, hidhnin këto kpucë prej druri në makineri dhe ajo bllokohej për të prishur procesin e prodhimit, kur kërkonin ngritja rrogësh apo të drejtat e tyre. Flasim për para një shekulli. Që këto kpucë quheshin bojkot. Edhe që aty erdhi fjala bojkot. Atëherë, po thoje për disa fjalë për sabotim dhe bojkot. Sabot vjen nga një fjalë nga frëngjishtja, që është një kpucë prej druri, pra nallanet që quhen në shqip. Edhe ato i përdonin punonjësit para rreth një shekulli për të bllokuar makineritë e motorave me avull gjatë të fabrikave tekstile, për të manifestuar pakënaqësinë ose për të protestuar kundra punonjësit tyre për ngritje pagash dhe të drejtat e tyre. Pra, nga mjeti që përdorur për penguar mori emrin simbolika protestës. Po, një lloj si të quhet sot nallane. Okej. Kjo është pak a shumë për kulturën, kurse bojkot ka qenë një priz anglez, i cili ishte shumë i dhunshëm edhe shumë rriste gjithmonë taksat ndaj fshatit të vet, fshatarëve të vet, dhe çdo lloj proteste shtypte me dhunë, derisa ata e gjetën veten pa fuqishëm përpara tij dhe vendosën vetëm ta sabotonin atë që në sabot. Pra mos i flisin me gojë, nuk i bindeshin më, nuk e respektonin asnjë anë. Derisa ai u detyrua, se kishte gjithë fuqinë që t'i shtypte, u detyrua të largohej sepse vetëm shërbëtorët e më të afërt i ngelen. Pra që këtu erdhi fjala sabotim. Okej, interesante.
Tani, që të qëndrojmë pak tek ajo historia më e grevës. Ti shumë mirë na fole për domethënien e një fjale dhe që ka zënë fillën shumë vite më përpara, në kushte pune shumë të vështira. Në qoftë se ndër ato vite njerëzit improvizuan për të krijuar mënyra protestesh të tilla, që i dhanë dhe emrin, unë jam kurioz, kur ka lindur për shumë, kur ke dëgjuar për herë të parë për grevat më të vështira siç janë ato që bët dhe ju grevurie. Pra, është diçka e kohëve moderne apo është një formë proteste e kohëve të shkuara? Dhe pse ju u detyrua të shkoni deri në një formë të tillë ngujimi duke u privuar nga ushqimi? Greva e uris i takon atyre grevave është formë proteste në rast parë, duke mos u ngatruar me gjuhën shqipe që e quajnë grevë, por është formë proteste që shkon në eutanazi. Pra, duke gjetur veten të pafuqishëm në një sistemi kaq të madh, kaq të fuqishëm që të dëgjoj, atëherë ndërmerr aktin final të eutanazisë duke dhënë shëndetin dhe jetën, vetëm për të fituar atë respektin që duhet të jepet çdo personi. Dhe ne në këto kushte, megjithëse është 2025, megjithëse kemi një shtet funksionale të drejta të gjitha, këto nuk funksionojnë nëse njerëzit nuk i kërkojnë. Prandaj ne duhet i kërkojmë me forcë tash që njerëzit të japin vëmendjen e duhur. U bëj gjitha kjo që njerëzit të japin vëmendjen e duhur të drejtave të njeriut në punë. Në Shqipëri nuk njihet për në një vend me të drejta. Pra, më fal që ti ta bëjmë të sjell dhe për shikuesit dhe dëgjuesit. Pra, ju kishit dhe keni një kontratë kolektive që ju garanton që çdo vit do rishikoni kushtet dhe do të ketë një rritje çdo vit, por që nuk është e shkruar në kontratë, por është për të biseduar çdo vit apo jo? Në kontratë kemi shkruar që çdo vit fondi pagave duhet të miratohet nga kompania, nga entet shtetërore dhe nga sindikata. Ne kërkuam shtesë së fondit të pagave për 2025. Ashtu siç duhet kërkuar çdo vit, duke ecur ekonomia, duke ecur inflacioni, duke ecur çdo gjë, duhet të ecin dhe pagat. Pra, ne kemi filluar që në janar pas lidhjes kontratës me kërkesën për rishikim të fondit të pagave, për të ngritur pagat e ulta. Tani, këto nuk po zbatoheshin, megjithëse vajtën për një maj në tubime, bëmë 2 tubime të tjera më pas. Nuk po dëgjoheshin këto kërkesa dhe u detyruan të shkonin në grevë. Në grevë të përgjithshme. Grevë e përgjithshme jo në aspektin në ligjor siç parashikohet greva e përgjithshme që gjitha sindikata duhet të hidhen në greva në një të kohë solidarizim, sepse ai është term tjetër. Por në grevë të kompanisë, pra punonësit do të sabotonin punën, do të linin punën edhe do të kryqëzonin duart, që e tham unë. Atëherë e pam që kjo grevë duhet të merrte vëmendjen e duhur, pasi ishte shumë e vështirë të fitoje vëmendjen e mediave, të autoriteteve shtetërore, kundrejt një kompanie me $500 milion fonde. Më falë se këtu po më kujtohet një artikull që kemi lexuar dhe shprehur dhe disa herë. Është e vërtet që mediat e mëdha kombëtare ka dalë në përgjigje që kanë marrë pagesa pikërisht për të hershur kundrejt protestave tuaj? Atëherë, gjatë protestës të 1 majit, më pas dolën përgjimet, sepse në atë kohë gjithë kompania ishte në përgjim për afera korruptive, nuk e di çfarë akuzash poshtojnë për ditë për atë, ku kompania lidhte kontrata me mediat më të mëdha për të reklamuar kompaninë ose për të heshtur protestat. Mund ta quajmë se të duar, sepse një kompani që nxjerr naftën, nuk shet produkt final, nuk kërkon klient, nuk ka nevojë për reklam. Pra, çfarë reklame i bën banker si po nxjerr naftën bruto? I bën reklam në Top Channel apo në Klan për shemb? Pra ka sens? Nuk ka sens. Edhe shumë media i jepnin vetëm investimet e vogla që bënte kompania në për komunitet, për t'i dhënë një imazh sa më të mirë kompanisë që kjo kompani të vazhdonte pa shqetësuar, ose për ndryshe, në qoftë se do t'i japin edhe anët e errta të kompanisë ku ka greva, ka pakënaqësi punonjësish, atë do t'i ulte çmimin e kompanisë apo vlerat e kompanisë. Ky është qëllimi i vërtet i atyre $500 milion.
Dhe për të parë dhe anën njerëzore, sa e vështirë ishte të qëndrojë aty ngujuar pa ngrënë për rreth 16 ditë mos u gabofshë. Po greva vajti në total 17 ditë, po u ndërprej greva e urisë ditën e 16, kur u hapën bisedimet ku vetë ministria hyri si ndërmjetëse ndërmjet kompanisë edhe sindikatës. Pra na u ofrua që të hyjë vetë ministria dhe aty do hapeshin sërish bisedimet. Në atë moment ne vendosëm që edhe grevën ta ndërpresim grevën e urisë, edhe punojësit t'i rikthenim në punë, sepse 17 ditë grevë për punojësit dhe 16 ditë grevë urie, për grevën e urisë nuk ishte problemi shumë i madhë, por për punojësit ishte problemi jonë më i madhë, sepse kaluan më shumë se gjysmën e muajt pa pagë. Edhe ka arritur dita në Shqipëri që në qoftë se ti merr gjysmën e pagës një muaj tjetër do jesh me borxhe. Pra, greva e urisë nga ana mjekësore shkon deri në 2 muaj, reziston njeriu pa ngrënë, unë e provoj për 16 ditë. Ka vështirësitë e veta, por nuk është aq që nuk rrezikoj. Falë, po ne pam dhe që erdhi dhe ambulanca, dikush e ndir keq. Po, dhe më pas patëm probleme ende që u shtuan në spital edhe pas grevës së urisë, vazhdojnë akoma probleme shëndetësore. Atëherë nuk është diçka për të marrë. Jo, nuk është. Pra ne nuk më duket që të themi që greva e urisë nuk është problem, por mbase nuk është problem për atë që ju doni të arrinit. Jo, në raport me të. Në hierarkinë e gjithë problemeve që solli grevë, uria ishte gjë e fundit të shkonte ndërmjet. Prandaj ne kishim hallin më shumë të personave që duke kaluar ditët pa pagë, po veniteshin. Nuk ja dilnin dot më. I shikonim se si po gjinin arsye për të kthyer në punë vetëm për të marrë pagën. Dhe kjo ishte ajo gjëja që të hiqte më shumë energjinë dhe shpresën. Po t'ishte për ne, vente greva e urisë duron deri në 2 muaj, thot mjekësia, pa ngrënë. Pastaj humb jetën. Ne nuk vjenim do të asë një muaj duke parë që punëtorët nuk shkonin do të pa pagë në shtëpi. Tani, patjetër ajo është teori, por një pyetje, aja vleti të qëndroni në grevë urie për 16 ditë? Varet se çfarë vjet në kandarë, duke vënë sedrën edhe dinjitetin sigurisht ja vlen. Pra, po të vini re, njerëzit janë gati të bëjnë gjëra që s'mendohen për dinjitetin, për nderin, ne jemi dhe popull që i japim shumë zë nderit, por nuk e di se sa e mbajmë, se në fakt nuk e mbajmë shumë. Njerëzit vriten për derin. Por të bësh një grevë për të rifituar nderin në vendin e punës është gjë më minimale. Pra, të bësh grevë urie është gjë më minimale për nderin. Ndryshe, grevat e para kur s'kishte rregullime që mund bëj grevë të lishme, para 100 vjetësh, para se të bëshin sindikatat, grevat ishin konflikt social, shpata, thika, çfarë mundeshin, vriteshin njerëzit. Vetëm për të fituar nderin në vendin e punës apo për të ndarë të mira të cilët e puna në mënyrë të drejtë. Sot kemi arritur në pikën ku çdo gjë bëhet arbitruar nga shteti, nga ligjet, edhe grevat janë format e tyre, po janë shumë të buta, prandaj duhet t'i japësh pak tone që njerëzit ta kuptojnë rëndësinë e tyre. Por, më bërë vështirë diçka që thej që nderi në Shqipëri, pra përmendë diçka të tillë, dhe mua më vjen ndërmend që për fat keq në Shqipëri ne jemi shumë impulsiv, gjak nxehtë për një vend parkimi, dhe për shtypje dhe për gjëra kaq problematike jemi shumë pak që reagojmë. Kështu që par nga kjo nismë që ju bët, duket që një akt vërtet heroik sepse ke një reagim të zgjatur ndërkohë dhe një sakrificë edhe shëndetësore. Kështu që besoj se keni pas mbështetje shumë nga njerëzit, nga të afërm, nga publiku. Po, ishte nevoja më shumë që na mbajti na dha forcë, njerëzit që kishin nevojë për një shembull të mirë, dhe ne mundon të jepim shembullin më të mirë, jo vetëm për njerëzit tanë që ishin aty, jo vetëm për punëtorët e tjerë, dhe për ata që nuk erdhën në grevë, se nuk i besojnë, akoma nuk është formuar koncepti i grevave, po për gjithë Shqipërinë, sepse kishim një përgjegjësi morale të gjithë, pas kaq shumë kohësh pa sindikata të mirë fillta dhe pa greva, duhet t'i japim një mesazh shumë të fuqishëm shqiptarëve. Në qoftë se reagoni, diçka ndryshon, në qoftë se nuk reagoni, asgjë nuk ndryshon. Dhe sidomos të japim shqiptarëve, sidomos mbas janë bombarduar nga fjalit të kryeministrit të tipit që del në Perëndim dhe thotë që hajde në Shqipëri se është një vend i mirë se nuk ka sindikat.
Po, është një nga fjalimet e tij më të këqija që mund të përmendë një kryeministër në një shtet socialist, pra ju kujtoj edhe një herë që në Shqipëri është në fuqi Partia Socialiste. Po. Duhet ju kujtoj, më vjen keq, por duhet ju kujtoj që Partia Socialiste është partia e klasave sociale punëtorëve, që duhet mbrojë punëtorët. Parimisht, e kemi harruar këtë koncept. Po. Ne kur ishim në grev, na mori në telefon na dërgoi mesazh më saktë një deputet i një partie të djathtë. Pra, partia që duhet jetë pro biznesit, u interesua më shumë se partia që duhet jetë pro punëtorëve. Që është dhe në shtet. Që është dhe në pushtet. Asnjë deputet i partisë në pushtet nuk u afrua. Pra, ata janë thjesht dërdolec. Janë manekin. Nuk veprojnë dot pa komandë. Po të ishin të majtë, të mbronin idet e majta, që janë punëtorët, në të mira por në të keq. Pra ky shtet që kryeministri vet reklamon hajdeni sepse s'ka kusht të mbrojë të drejtat e punëtorëve, kështu që mund t'i vilni, t'i shfrytëzoni, s'ka asgjë të bëjë me Partinë Socialiste ose me të drejtat e punëtorëve për t'i mbrojtur. Pra ka vjedhur emrin Parti Socialiste, por ka harruar të vjedhë edhe programin e saj. E kuptoj. Kjo përveç se pati nisma juaj pati një impakt shumë të madh në popull dhe në media, e përmbledhur, cila ishte arritja që në fund mund të mbahet mend dhe mund ta rikujtojmë që të themi nga greva u arrit ky objektiv. Atëherë, në radhë të parë, kjo tabuja nuk ka sindikata që thot kryeministri e ra. Tani kryeministri duhet ta di shumë mirë që ka sindikata. Super. Atëherë, kjo është një nga tabut e para. Duke u thyer kjo, mund të vazhdojnë sindikatat e tjera të kenë edhe më shumë fitore dhe ne gjithashtu. E dyta, u ngritën dieta ushqimore, disa gjëra të vogla, akoma po vazhdojnë, kërkesat tona janë akoma në veshin e kompanisë. Kompania ka premtuar që, ose më saktë, është justifikuar që po kërkon nga bordi drejtues në KIM aprovimin për ngritjen e pagave. Këtë e deklaroi para ministrisë. Por akoma nuk i ka bërë, pra ishte vetëm për të fituar kohë. Jemi akoma në negociat me kompaninë. Kemi akoma dhe 4 vjet përpara. Por rëndësi ka që njerëzit pa kuptojnë që po lëvizën, gjërat ndryshojnë. Kjo është e rëndësishme, që njerëzit ta kuptojnë që fuqia i takon atyre. Nuk i takon asnjëherë elitës. Elita gjithmonë i do gjërat të qeta kur ka pushtetin vet. Janë punëtorët që janë të shtypur që duhet të lëvizin për të shpërndarë pushtetin. Ato që ka akumuluar gjitha elita, ta shpërndaj një pjesë e saj të punëtorët që e mbajnë këtë lloj sistemi gjallë. Pra, që ta bëjmë pak më të qartë, nga objektivi i parsor që the është arritje madhore, pra ne i kemi treguar njerëzve dhe që në këtë shtet ekzistojnë sindikatat dhe ato mund të arrijnë të drejtat e tyre. Pavarësisht se ti e the që u arritën dietat, por ajo nuk është pak kur e mendon që po nuk kërkove, ky shtet nuk t'jep asgjë. Dhe në terma ekonomik, kjo dieta për shembull si përkthehet? Kjo dietë përkthehet në 4.200 lekë në muaj, 42.000 lekë. Të vjetra? Vjetra, që është hera e dytë që ngrihet brenda këtyre 2 viteve, ka qenë 66.000 lekë vitin e shkuar, me lëvizjet sindikale të parë në ngritën një pjesërisht, në ngritën përsëri tani dhe vajti 132.000 lekë nga 66.000 lekë, pra është dyfishuar. Dhe që mos harrojmë se ndoshta 400 vet. Po, në 400 vet. 420 vet sa ka kompania. Dhe e mira dhe gjëja fantastike e marrëveshjes që kolektive është që edhe ata punëtorë besoj që nuk morën pjesë në grevë, ata që dezertuan. Ata që thoshin të luftojnë ta që të fitojmë neve. Po, edhe ata fitojnë. Po, ata fitojnë. Pra, kjo është një mesazh që njerëzit duhet të kuptojnë që po të bëhen bashkë, arrin shumë më tepër. Dhe po të kishin qëndruar sa më tepër bashkë, do kishin arritur edhe më tepër akoma. Pra, do kishin arritur shumë më tepër, edhe do kishin fituar dhe meritën e tyre. Rëndësi ka që tani ata njerëz e kuptojnë që nuk është një grevë, nuk është një nga ato sindikata të verdha që quhen gjuhën e sindikatave që lufton për vete apo për gjëra të vogla. Është një sindikat nga ato që është në manual.
lufton për të gjithë. Këta njerëz e kuptojnë shumë mirë tani që duhet japin ndihmë sindikatës, duhet të antarësohen, duhet të luftojnë dhe ata dhe të bashkangjiten çdo lloj kërkese të sindikatës. Por kanë akoma frikë të dalin kundër kompanisë. Akoma se ka kuptuar se si funksionon sindikata. Pra, duke u bashkuar me sindikatën dhe larg gjirit të kompanisë të shfrytëzon për interes, atëherë ata do kenë vlerë vërtet si njerëz, edhe do shesin punën e tyre dhe jo veten e tyre të kompania. Kjo është, pra, ke thënë diçka, do shesin punën e tyre dhe jo veten e tyre të kompania. Pra, ky është një mesazh që njerëzit duhet ta ngulitin në kokë, sepse duhet të kenë një dinjitet që duhet ta ruajnë, dhe për këtë duhet marrin shembullin e mirë dhe ju keni treguar një shembull se si duhet vepruar për t'i arritur dhe për ta ruajtur dinjitetin. Kjo është nga ato tabut që u thye. Lidhet me të parën. Është shumë e rëndësishme. Është më të rëndësishme se sa vetë ana ekonomike. Patjetër. Ana ekonomike është rezultati i kulturës. Çdo popull ngre ekonominë e vet kur arrin një kulturë të saktuar. Nuk vjen kultura në bazë ekonomisë, vjen ekonomia në bazë kulturës. Popujt më të zhvilluar nga kultura krijojnë dhe mirëqenie. Popujt e prapambetur mund të kenë shumë mirëqenie. Mund të kenë shumë ekonomi, pas janë mirëqenie. Pra, ne na duhet një mirëqenie tani si popull dhe një kulturë, pastaj ekonomia. Dhe meqense përmendë dhe popujt e zhvilluar dhe mua më kujtohet për shkak që në Evropë protestat janë rend të ditës dhe ndoshta unë kam rastisur për shembull dhe në të njëjtën ditë sindikata ndryshme i protestojnë për kauza të ndryshme. Ama mbaj mend dhe që ka pasur dhe ajo që ti the, pra që më kujtohet çfarë është greva e përgjithshme, ka pasur për shembull mbaj mend në Itali greva të përgjithshme ku bllokoi çdo gjë, aktiviteti çfarë do lloj gjëje. Dhe këto mbaj mend nga qenë kauza e ka nisur një sindikat dhe pastaj janë bashkuar të gjitha që të arrinin ato objektiva. Dhe më lind pyetja natyrshëm. Kur ju futut dhe kërkoni të drejtat tuaja, futut në grevë që përfaqësoni 400 punëtor, po sindikatat të tjera në Shqipëri, a ju mbështeten, a kishte mundësi që të bëjë një grevë përgjithshme? Pra, ne bëjmë pjesë në një union sindikatash, union i vogël i ri. Na ndihmuan pak, ku munduam me sa mundun përballë një sistemi që nuk është mundësuar me luftë sindikale. Na bashkuan në disa protesta, një në Tiranë edhe një këtu në pranë vendburimit, por duke parë që në Shqipëri janë me mira sindikata, pritej që të paktën të ishin bllokuar të gjitha qytetet. Kjo nuk ndodhi. Pra, në Shqipëri ka mira sindikata, por asgjë nuk funksionon akoma. I bëjmë thirrje këtyre sindikatave të fillojnë të lëvizin, sepse ky është shembulli më i mirë. Nëse ata lëvizin, çdo gjë do heci vet. Njerëzit, nëse i kthehet besimi te sindikatat, ata do dalin më të mirët për t'i drejtuar. Nuk do gjelin më peng i të vjetërve, atyre që nuk lëvizin, nuk duan të lëvizin më gjërat, sepse janë mësuar me atë lloj regjimi. I bëjmë thirrje gjithë të rinjve, antarëve të rinj të sindikatave, njerëzit që kanë pasion të ndjekin çështjet e punës, të lëvizin, të bashkojnë sindikatave edhe grevave, edhe ata të laçit, mundësisht të spaçit, le të bashkojnë, të ndihmojnë, kudo që ka probleme pune, le të bashkohen. Vetëm kështu formohet një kolektiv i madh social edhe një mendësi që mund ta quash shqiptar apo mund ta quash europian. Aty ku ne aspirojmë të hyjmë. Nuk mund të hysh në Europë nëse je individ, mendon si individ, unë kundra gjithë botës. Duhet të kesh një kulturë të përgjithshme se si mund të integrohesh në struktura të organizuara, sindikale apo europiane apo qytetare. Dhe ndërkohë që ti përmendje, mua më ngeli në mend një shifër, the në Shqipëri ka mira sindikata. Pra, për mua kjo vjen si një nga ato kuriozitetet e dëgjuara në radio, sepse nuk e kisha iden që pas ka mira. S'mund ta kemi iden sepse unë sindikatat i njoh nëpërmjet veprave që krijojnë. Dhe nuk më vjen ndërmend një protestë vetme e madhe që unë mund ta mbaj mend apo një grevë që të dalin nëpër lajme. Jam kurioz, sa aktivitet bëjnë sindikatat real në Shqipëri? Shumë pak, as pak,
varet se si do t'i qesh është gjithçka pikpamje. Ata bëjnë sikur lëvizin shumë, por nuk kanë ndryshuar asgjë në Shqipëri. Pra, kur ndryshohet një sistem partijak në Shqipëri, ndryshohet një pushtet nga një parti tjetër. Gjë e parë që janë të rrezikuar kush janë? Të gjithë administrata. Administrata lëviz nga ligjet nga vendet e punës se erdhi një pushtet do ndrojë. Ku janë sindikatat? Ku janë sindikatat që duhet t'i mbrojnë këta njerëz? Është e padrejtë heqësh nga puna një person për pikpamje politike. Është diskriminim. Nuk ndodh. Pse? Sepse sindikatat e vjetra kanë ngelur. Kanë ngelur ora në vitet 90. Nuk jemi më në vitet 90. Sot duhet ndryshojnë gjërat për vitin që jemi. Ndërkohë që ti po bisedoje, mua më ngeli ndërmendje që po thoje që në Shqipëri ekzistohen me mira sindikata, ndërkohë që unë si qytetar i Shqipërisë ndoshta mund të jetë herë e dytë që dëgjoj për sindikatat që bëjnë nismë në Shqipëri, kështu që mund të kem dëgjuar ndonjëherë për ndoshta sindikat për fasonerita, mos u gabofshëm, por nuk kam si qytetar nuk kam dëgjuar. Si ka mundësi që ekzistojnë me mira sindikata, por unë nuk jam detyruar të bllokohem në rrugë apo mos të marr një shërbim dhe të më thonë që sot zotëri nuk fluturojnë avionët ose nuk ndodh kjo gjë sepse punonjësit e kësaj sindikate janë në grevë. Atëherë, në gjuhën sindikale këto sindikata që ekzistojnë por nuk funksionojnë janë sindikatat e verdha. Pra, janë konform sistemit. Nuk funksionojnë. Në Shqipëri ka mira sindikata. Nuk keni dëgjuar ndonjëherë të ndryshojnë sistemin sepse janë pjesa e këtij sistemi. Siç kanë qenë në kohën e komunizmit, që ishin bashkime profesionale. Dhe atëherë zgjidhin më shumë probleme se sot. Sot u zgjidhin më probleme, sot janë të kontrolluara vetëm nga financat. Mbledhin financat, vazhdojnë punën, marrëveshje me punëdhënësit. Nuk e punëmarrësi është gjëja e fundit e atyre intereson. Po të kishte sindikata, si ka Europa, si ka bota, ndrimi pushteteve, nuk do bëjnë dhe me ndrimin e punojësve të administratës si ndodh vetëm në Shqipëri. Pse ndodh në Shqipëri? Sepse nuk ka sindikata. Po të kishte sindikata në Shqipëri, se fiton një parti apo një tjetër, nuk do kishte shumë rëndësi për një punojës në punës thjesht të shtetit. Kurse sot, që nga sanitari deri te drejtori, duhet të ikin sepse erdhi një parti tjetër. Kjo është që ndryshon nga Europa. Nuk duhen gjëra të mëdha për të ndryshuar sistemin. Sindikatët janë ato që ndryshojnë. Pra, sindikatët do ishin garanti që vendi punës të bëja politik, pra, të kishte një liri nga partitë politike. Po. Sindikata e fundit që unë kam dëgjuar ishte Rinasit ku u arrestuan. U arrestuan punojësit. E sindikati? Po. Wow. Sepse ishte gjatë pandemisë, ata deklaruan, besoj që nuk ishin sepse duhet jenë mirë nga ana mendore dhe shëndetësore për të vazhduar atë punë, se është një punë shumë dedikate për të ulur dhe për të ngritur avionin. Ata deklaruan që nuk ishin në gjendje sepse ishte ulur rroga, kishin pas kontradikta të mëdha me drejtoreshën e atëhershme dhe ish-ministrin e sotme Belinda Balluku. Asaj nuk i pëlqeu kjo gjë dhe nuk ja ngriti rrogën, ata ishin të stresuar. Nuk mund të vazhdojnë punën në ato kushte, ajo i arrestoi. E kuptoj. Pra, ka dhe kur sistemi shteti pra bëhet shtypës për organizimin. Pra, është një lloj si 21 janari ku u vrën 4 të fundit që bën protesta të mëdha në Shqipëri. Mbas asaj nuk pati më protesta reale në Shqipëri. Edhe mbas kësaj është shumë vështirë të ngrihesh në sindikat duke parë ato lloj skemash. Prandaj ka rëndësi shumë që njerëzit të bashkohen sindikata, sepse ky pushtet, nëse nuk ka kundërshtar, nuk do ketë më se për çfarë të punojë. Duhet të ketë një kundërshtar, duhet të ketë pak në sindikatën, një njerëz se ai të matet në raport fuqie. Shumë mirë, ne në Lëvizjen Bashkë nxisim punëtorët, nxisim të gjithë organizacionet sindikatat, sepse është pikërisht shembulli më i mirë që po thotë ti, nuk ka më tepër. Por ajo që vjen detyrimisht do të bërë si pyetje, edhe në nismën tuaj të grevës, po roli i shtetit midis bankers që ishte punëdhënësi, juve profesionistë e punëtorëve, çfarë roli pati shteti në këtë diskutim? Po këtu duhet ndarë shtetin në dy pjesë. Shteti si shtet
i organizuar, edhe si nënpunësit e shtetit që duhet bënin disa veprime, për shembull inspektoriati punës, inspektoriati mjedisit, inspektoriati shëndetësisë, që duhet të flasim diçka më shumë për këtë. Nuk bën asgjë. Asgjë. Në 10 ditët e para, 12 ditët e para nuk bën asgjë. Ditën e 13 asgjë. Deri në ditën e 17 kur u kujtua ministria, bazë gjitha se zhurme, atëherë filloi shteti të reagonte shumë fuqishëm, ashtu si reagon shqiptari emotivisht që bëni takime, zgjidhni këtë problem, po kjo ishte shumë vonë. Në Shqipëri gjithçka ndodh shumë vonë, si në ata filmat amerikan ku gjithçka ndodh për një orë gjysmë në fund vjen policia. Pra ka mbaruar gjithë aksioni. Shteti duhet të reagojë që në fillim. Inspektoratët nuk reagojnë sepse janë edhe të kapur nga kompania. Këtë du të thëmi, sepse po detin përsërin prokurori. Po detin. Sot kishin dalë disa artikuj ku po akuzojshin edhe disa persona, disa pushtetarë të zgjedhur, disa inspektoriate, që nuk kanë funksionuar në 20 vjetë. Po patjetër s'kan funksionuar që jemi në këtë, por ka dalë dhe me emra, kanë dalë funksionuar. Me emra jo, por ka dalë që janë edhe persona të zgjedhur. Të shohim, janë të vërtet apo jo. Me sa duket, nga gjithë të ndodhi, i pan vetë ata nuk ishin të gatshëm të bënin punën e tyre. Këtu ndahet shteti dhe njerëzit e shtetit. Atëherë, shteti nuk reagoi në kohë, po se reagoi në kohë nuk funksionon. Më pas mund të reagoj shumë, duhet të reagoj shumë fort, duhet të bëhet një anshëm, duhet të lodhi të gjithë. Tashi është momenti që ky shtet duhet të luajë një rol shumë të fortë. Sepse po reagove me vonesë, është ajo s'mundet që i kap me vonesë. Se duhet një luftë shumë e madhe për ta çuar në vend. Ose për ndryshe, s'mundet nuk kthehet më mbrapa. Në këtë moment do hyj dhe pak te inspektoriati i shëndetësisë, sepse sot bëra një intervistë me një media ku ka raporti i fundit i KLSH-s ka nxjerrë që sëmundjet respiratore dhe tumorale në vend burime, pra në Ballsh, Patos Marins, Visok, kudo që ka fusha nafte, është rritur përqindja e sëmundjeve me 1200%. Wow! Po, më falë, pra ti po thua, praktikisht në gjithë, se Fjeri, zonë e Fjerit ndikohet nga kjo. Pra, gjithë banorët e qarkut të Fjerit, pra kanë dalë një statistike që ka një shtesa e sëmundjeve tumorale dhe respiratore me 1200%. Pra, duke parë, këto studime nuk ishin bërë nga 2015 deri në 2025. Tani kishte dalë që ishin kaq larta në raporti i fundit. KLSH-ja kishte kapur që nuk janë bërë gjitha këto studime, nuk janë monitoruar gjithë puna e shtetit munguar deri tani. Po duke parë edhe vetë nga afër që po thoj se për vit kolegët tanë smuren me smundet të rënda tumorale, atëherë më ka frikë se do jetë dhe më i madh ky numër. Në fakt ti po thoj që ju vetë në jetën e përditshme keni kolegë, keni miq që janë smurë edhe me sëmundje të rënda. Edhe që s'janë më. Dhe që s'janë më. Po. Pra, sëmundjet, nëse do të marrim një person në vit, apo një person në 2 vjet me 400 punëtorë, ndërkohë që norma kishte qenë nga 20 deri në 40 për 10.000 banor, tani ishte arritur 231 për 10.000 banor. Nëse do të bëjmë matematikë, në 420 punonjës janë aty, të dalin një në 2 vjet, atëherë shumë numër më i madh. Akoma duhet të punojmë më mirë shteti për të monitoruar të gjithë. Shteti që duhet të bëj garantin që sipërmarrja që nxjerr shfrytëzon vendburimet, përveç faktit të ekonomik, përfitimit ekonomik, dhe që për fatkeqja aty prap shteti nuk garanton prap përfitimin për vete, por duhet të garantojë shëndetin e punonjësve dhe shëndetin e banorëve të zonës. Dhe shteti po thua në këtë prap ka neglizhuar dhe ka mbyllur syt. Atëherë ta sqarojmë se si funksionon e gjitha kjo, se shteti është një fjalë abstrakte. Në rregull. Çdo projekt inxhinierik, çdo lloj kompani që vepron në fushën inxhinerike apo projekte të mëdha duhet të procedoj 5 pika çdo projekt inxhinierik. I pari është të funksionojë. Ajo projekti po bëhet një stacion pompimi, një ur, një incinerator, të funksionojë. Të kryej funksionin për cilën bëhet. Të kryej funksionin. E dyta, punonjësit që punojnë aty të jenë të sigurt. Pra, mos ketë
pjesë të lëvizshme, tensione, gjëra që mund të dëmtoj punojësin lehtë, duhet të jetë gjithçka e mbrojtur. E treta, duhet të jetë eficiente. Mos jetë të harxoj më shumë energji se sa të mira prodhon, duhet pak a shumë kuptohet, duhet të ketë eficiencë. E katërta është që duhet të ketë, nuk duhet të ndosi ambientin. Pra, nuk duhet të shkaktoj dëme në ambient, në persona, në kafshë, në gjithçka ku operon. Dhe pika e 5, që është kosto efektive, që duhet jetë me koston oportune më të ulët që mundet. Pra, mos jetë e mbi garkuar me gjëra që si duhet. Në çdo projekt, në Shqipëri as e para ndonjëherë nuk garantohet. As baza. As baza. Të bëhet një projekt që të funksionojë. Kemi shembullin e incineratorëve. Këtu në shpesh incineratorët u bën për të djegur mbeturinë. Ose s'u bën. Ose dhe s'u bën fare, pra, dhe ne vazhdojmë paguajmë. Po. Pra, kështu funksionon edhe kompania. Çdo projekt që ka duhet të ketë këto 5 pika. Pika e parë, nëse bëhet, duhet të funksionojë në kompanitë private, gjithmonë shifet vetëm pika e 5, pra të ketë koston më të ulët të mundshme. Në koston më të ulët hiqet siguria në punë, që ajo të jetë e sigurt për punojësin, sepse ajo kushton. Maksimumi mund t'i vësh kushtet minimale të punojësve, pastaj është përgjegjësia e punojësit të vritet nga pajisje. Është eficienca, duhet të ketë eficiencë, sepse kjo ka kosto, një makineri me eficiencë më të lartë ka kosto shumë më të lartë. Kjo nuk është se i intereson shumë kompanive, sepse paketat fiskale që bën për investimet në kompani nuk i paguon si taksa, kështu që kjo nuk i sjell ndonjë fitim të madh kompanisë, i heqet edhe këtë kosto. Për të dalë dhe te shteti që pika e fundit është që kompanitë duhet të investojnë në këtë teknologji, është që mos ndosin ambientin. Këtu shteti duhet të hyrë, këto 3 pika. Nëse pajisja funksionon, me ka kosto të lirë duhet të shohë këto 3 pika. I bëndot shteti këto gjëra? Pa të incineratorët jo. Te bankësi, mos kam parë në inspektim. Kam 14 vjet aty. Në 14 vjet s'ke parë inspektim? Asnjë inspektimi. Wow. Maksimumi kompani private që vinë për çfarë? Pra me siguri ata letrat i dorëzojnë, po letrat janë të gjitha rregull. Janë të rregull. Edhe incineratori, letrat i ka rregull. Nuk është akoma. Ndërkohë më vjen ndërmend ndoshta ka ardhur dita e shmontimit, kemi tecin e Vlorës që u montua dhe nuk ka prodhuar energji dhe është një dëm ekonomik, pra nuk ka bërë as punën për të cilën duhet është investuar. Zero. As nga aja. Me 5 pikat, nuk fillon as nga aja. Shteti ymë pra në tërë këtë bën vetëm atë ndoshta korrupsionin, sepse për atë ne kemi dëgjuar edhe zëvendës kryeministër, pra që ndoshta ka qenë dhe titullari më i lartë që drejt për drejt ka pas mbi vendburimet, pra që ka pas impaktin, por kemi parë që shteti ymë funksionon ka vetëm në skemat korruptive, pra se si t'i fryj skemat dhe vlerat për të vjedhur, pra është vënë në shërbim të vjedhjes, kaq. Pra pikën e tretë. Pikë e tretë. Atëherë, shohim që këtu problemi se si funksionon shteti nuk është se funksionon ndryshe nga shumë shtete europiane. Korrupsioni ekziston gjithandej, nuk është një pengesë shumë e madhe për shtetin për të zhvilluar. Të gjitha këto ekzistojnë gjithandej. E vetmja gjë që na bën në ndryshim është që këto 3 pikat e tjera të funksionojnë. Punëtorët punojnë në vende të sigurta, ambienti mos ndotet, edhe kosto oportune që do japi vlerë punojësit që e operon atë makineri. Pra këto janë rolet e sindikatës, te këto 3 sindikata. Nëse te para dhe te fundit është vetëm kompania, te këto është shteti dhe sindikata. Shtetin e dim që është gjithandej, të paktën formojmë sindikata, të ruajmë punojësit me sindikata, që sido që të vijë puna, shteti do i ketë përballë punojësin, jo vetëm biznesin, sepse biznesi kur ka ekonomi në dorë, shtetin e ka nga mbrapa. Duhet jetë edhe punojësi në mes, që të ndaj dhe ai këtë profit të kompanive. Kjo është sindikata. Kjo është sindikata dhe mendoj se ne trajtojmë të gjitha pikat dhe unë do ta mbyllje me një thirrje dhe një mesazh të fundit, themi, ndoshta bëj dhe një pyetje ty,
kultura për sindikatat, ndoshta mund të filloj të futet, nuk e di ekziston, por të futet që në brezat e rinj, pra të edukohemi, sepse sot unë shikoj që ka filluar shumë trendi dhe ka një nxitje që i çojnë të rinj në shkollat profesionale, pra të nxjerrin sa më shpejt në treg të punës krap punëtor, profesionist, dhe nuk e di sa u mbështohet fakti të drejtave të tyre, pra integritetit, dinjitetit. Atëherë, shkollat profesionale janë shkolla instruktive. Pra, shkolla që ty të mësojnë se si të kryesh një operacion, të vësh një makineri në punë, kaq. Nuk të mësojnë edukatën e punës, edukatën se si ti do relatohesh me këtë punë, me kolegët tu, me prorët, me gjithë shka tjetër. Pra, ti një shkolla perfekt. Çfarë del nga shkolla profesionale, fillimisht, po të shikosh në tregun e punës, kërkon 20 deri në 30 vjeç, më pas më kërkon më, sepse mbas 30 vjetëve njerëzit e kuptojnë që ky treg po na shfrytëzon, nuk po jep asgjë. Fillon me rrogë minimale, sa të fitosh eksperiencën, vetë 30 vjeç, ke fituar eksperiencën, po desh arri, po desh ik. Vjen fjala e famshme, kjo është fjali që përdoret në gjitha kompanitë. Së pëlqen ik, së pëlqen Shqipëria ik. Pra, ti ndërtove këtë kompani, ndërtove këtë vend, tani nuk na duhesh më. Është e pamundur që të vazhdohet kështu. Njerëzit duan një kulturë shumë të madhe sindikale dhe qytetare. Qytetaria vjen vetëm duke u organizuar në shoqata, në grupe ku njerëzit mësojnë dhe ndajnë një kulturë të përgjithshme. Dhe kur shkon jashtë në Europë, në europianët kanë një kulturë të përgjithshme. Pra, italiani, gjermani, francezët, gjithë këta kanë një kulturë të përgjithshme, që e shohin njëri tjetrin si një aleat, jo si konkurrent. Ne shqiptarët themi, po s'pëlqeu ik, ne jemi konkurrent me njëri tjetrin. Në një vend ku të tërë konkurrojnë për të qenë të parët, askush zeli i pari. Kështu që na duhet një kulturë shumë e madhe që para se të ne dalim në tregun e punës, të shohim kujt po i shërbejmë, vetes, kapitalit, ndonjë korporate që ndoshta s'është shqiptare, vendit ton, kolegut, familjes son, kujt. Është e pamundur sot të vazhdosh arsimin e lartë edhe të gjesh rrogën më të ulët se sa një njeri pa asnjë lloj arsimi, që bën të njëjtën punë, megjithëse se ka atë shkollë. Kjo është e pamundur, sepse nesër ti nuk mund të vazhdosh ta trashëgosh këtë kulturë arsimit të lartë në familjen tënde të pasardhësit e tu, sepse nuk ta lejon ekonomia. Pra, një mesazh që do duhet të jepim të rinjve që fillojnë që bëjnë shkollat profesionale, sidomos sepse do dalin më njëherë në treg pune, është pikërisht që mos të rendim vetëm mbas pagës më të mirë, por të shikojnë dhe të drejtat au respektohen, të shikojnë dhe shëndetin, të shikojnë dhe formimin si njeri, sepse nuk është vetëm të krysh funksionin e punojësit gjë e parësore në jetë, por do të visi një paket me gjithat mirat dhe jo vetëm anë ekonomike. Atëherë, me që është fjalët e të rinjt, më kujtoj një këngë dikut një nga këta reperat që nuk s'po kujtoj ta semri, që thoshte shko në shkollë në orën 8, kap autobusin me vrap edhe ul kokën e mëso, se edhe kjo do të shërbejë gjatë gjithë jetës. Kur të vesh në punë, ul kokën dhe puno. Do vazhdoni të jetën kokë ulur. Në qoftë se nuk keni kulturën e dur sindikale, kulturën e qytetare të punës, të respektoheni, të jeni gjithë jetën kokë ulur. Gjithë jetën kokë ulur për çfarë? Për mjetesë? Kjo s'është mjetesë. Mjetesa nuk është të jetosh vetëm për të ushqyer dhe të mbash shpirtin gjallë. Njeriu është më shumë se aq. Prandaj të rinjve i them, kulturë qytetare dhe sindikale, përpara se të vinin në punë. Aty në punë do i mësoni të gjitha, nuk ka nevojë. Çdo punë që të vesh, duhet pa kohë të mësosh. Puna që të respektosh dhe të respektosh në vendin e punës, pavarësisht pozicionit. Unë të falenderoj shumë për gjithë bisedën që bëm, është e vërtet kënaqësi të dëgjojmë me sa emocioni trajtojmë këtë temë. Faleminderit dhe juve.